Medreseja mesme Alaudin në Prishtinë, me një ceremoni solemne këtë të mërkur, ka shënuar 70 vjetorin e themelimit të kësaj shkolle. Në këtë ceremoni për të shënuar këtë datë të veçantë për medresen dhe arsimimin në Kosovë, morën pjesë myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, kryeministri Albin Kurti, kryetari i Prishtinës Përparim Rama, përfaqësues nga zyra e presidentës, përfaqësues të ambasadës amerikane në Kosovë dhe ambasadori i Turqisë në Prishtinë, së bashku me profesor, akademik e mysafir të shumt. Drejtori i medresesë Alaudin, Fadel Hasani, në këtë ditë kujtoi disa prej periudhave të rëndësishme ku ka kontribuar kjo shkollë. Medreseja Alaudin ka dhënë kontribut të madh në edukimin dhe arsimimin e shumë gjeneratave në frymën e mirëfillt fetare islame dhe atë kombëtare. Nga këtu dolën shumë të diplomuar dhe shumë prej tyre ishin dhe vazhdojnë të shërbejnë fesë. Atë dheu të popullit duhet theksuar se nga kjo shkollë dolën dhe më pastaj u bën akademik, profesor universitar, pedagog, historian, mjek, politikan, diplomat, kryetar komunash, deputet, asamblejist, njerëz të dijes, kulturës e artit, së dhe ushtar e oficer. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, myftiu Naim Tërnava, të pranishmit i njoftoi me rolin shumë dimensional të kësaj shkolle, ku përveç kontributit në arsimim, ishte e hapur çdo herë për çështjet kombëtare e intelektuale me qëllim të çlirimit dhe pavarësimit të vendit. Kjo ishte medreseja e parë në të gjitha trojet shqiptare, që u hap pas luftës së dytë botërore të shekullit që shkoi, ku mësimi zhvilloi vetëm në gjuhën shqipe. Bashkia Islame tërë infrastrukturën e saj në tërë vendin e ofroi në shërbim të çështjes kombëtare. E në veçanti do të jetë medreseja Alaudin, ajo e cila qysh me rastin e largimit të studentëve ka konviktet e tyre me 1989, do t'i strehojnë një numër të konsiderueshëm të tyre dhe do të përkujdeset për ta. Që këtu e tutje medreseja do t'jetë pothuajse adresa e të gjitha aktiviteteve politike, shkencore, sindikaliste, artistike, kulturore, sportive në nivel të Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke vlerësuar lart medresena Alaudin, kujtoi iniciativën e Unionit Studentor që realizoheshin në këtë shkollë për të kundërshtuar aparatin shtypës të Serbisë. Me myftiun Naim Tërnavën njihemi që nga shekulli i kaluar, për më shumë se një çerek shekulli, nga koha kur medreseja Alaudin ishte vendi i kuvendit politik e kombëtar për rezistencë dhe për liri. Sot, kur shënojmë 70 vjetorin, këtë përvjetor jubilar të medresesë Alaudin, edhe myftiu Naim Tërnava, edhe unë, jemi mplakur pak. Shumë më pak se sa vitet që kanë kaluar prej atëherë, mirë po padyshim që asnjëri prej nesh nuk ka ndryshuar qëllim për të mirën e përgjithshme, shoqërisë e të kombit tonë, e gjithashtu edhe nuk ka ndryshuar karakter të dashamirësisë për popullit të cilit duhet të shërbejnë pa rezervë e pa kursim. Unë e di që sot, më shumë se një shekull pas, mes medresantëve këtu ka nxënës po kaq të shkëlqyer dhe edhe më shumë të përkushtuar për dije. Leximi në formë urdhërore, si fjalët që hap tekstin e Kuranit dhe këshilla e Muhamedit për të kërkuar dijen deri në fund të botës, besoj se janë motiv nismëtar për medresantët këtu, bashkë me synimin për emancipim dhe kontributdhënie në shoqëri. Mision të shenjtë, punën e mësimdhënësve të kësaj shkolle dhe institucionit edukativo arsimor e konsideroi edhe ish presidenti i Kosovës, Bexhet Pacolli. Vetëm duhet them se ju, mësimdhënës akademik të këtij tempulli, na mësoni, na mësuat si të jetojmë, si të sillemi me njëri tjetrin, si të adojmë njëri tjetrin, si të krijojmë familje dhe si të rrugtojmë mirë, si të ngritemi asnjëherë duke mos e dëmtuar tjetrin. Në 70 vjetorin e themelimit të kësaj shkolle, Blerim Kopina
Këshilltari i presidentes Vjosa Osmani përcolli medaljen presidenciale të meritave kësaj shkolle, duke konsideruar Medresen Alaudin si institucion edukativo arsimor që shërbeu në çdo kohë kësaj shoqërie. Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka dekoruar Medresen Alaudin me medaljen presidenciale të meritave. Ftoi drejtorin zotin Fadil Hasani që ta pranoj dekoratën e ndarë për Medresen Alaudin për kontributin e veçantë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe rolin e çmuar në forcimin e vlerave njerëzore, tolerancës ndërfetare dhe ndërtimin e shoqërisë demokratike në Republikën e Kosovës. Pjesë e kësaj ceremonie ishte edhe një dokumentar i shkurtër dhe ekspozita me 40 fotografi, të cilat paraqiten historikun e kësaj medreseje. Ndërsa për të shënuar këtë ditë, nxënësit e kësaj shkolle kishin përgatitur programe të ndryshme artistike dhe lexim të Kuranit. Në fund, për nder të kësaj date, Medreseja Alaudin ndau edhe mirënjohje për disa nga kontribuesit e shquar.